Këto janë pamjet nga pallati në lagje numër 14 të Korçës, aty ku mbrëmjen e së shtunës u vra me armë zjarri 20 vjeçari Johan Zuko. Në katin e tretë të pallatit dallohen ende shenjat e plumbave në mur, ndërsa në dysheme janë të dukshme gjurmë-gjaku të mbetura pas përplasjes së armatosur. Sipas të dhënave paraprake të hetimit, viktima është ndjekur nga autori dyshuar deri në pallat, ku më pas është qelluar me armë zjarri. Menjëherë pas ngjarjes në vendngjarje mbërritën forca të shumta policie dhe grupi hetimor, ndërsa ekspertët kriminalistik vijuan administrimin e provave për dokumentimin e plotë të skenës së krimit. Pas disa orësh kërkimesh, policia arriti të arrestojë autorin e dyshuar, 20 vjeçarin Kristian Sterjo. Ai u kap rreth mesnatës pranë zonës së Mitropolis në Korçë, ndërsa dyshohet se për rreth 6 orë ishte fshirur në zonën pranë varrezave të qytetit e njohur si Fusha e Druve. Sipas burimeve hetimore, Sterjo ishte rikthyer drejt banesës për të marrë para dhe për të vijuar largimin, por është pikasur nga shërbimet e policisë dhe është vënë në pranga. Në operacionin e kërkimit u angazhuan edhe forcat Renea, ndërsa hetimet vijojnë për të zbardhur plotësisht motivin dhe dinamikën e vrasjes. Ndërkohë nëna e 20 vjeçarit Johan Zuko ka reaguar pas humbjes së të birit, duke njoftuar edhe datën e ceremonisë së lamtumirës së fundit. Përmes një postimi në rrjetet sociale, Ornela Zuko bëri të ditur se i biri do të përcillet në banesën e fundit më 11 gusht në orën 12. Në mesazhin e saj, ajo e cilësoi të birin dritën e syve dhe shprehu dhimbjen për humbjen e parakohshme të tij. Johan Zuko humbi jetën pas një konflikti me bashkëmoshatarin e tij, Kristian Sterjo, i cili tashmë ndodhet në duart e policisë dhe pritet të përballet me drejtësinë për ngjarjen e rëndë.